Situata në fshatin Ushtim të Vlorës vijon të jetë kritike, pasi flakët janë përhapur në zonat të tjera të pyllëzuara, të favorizuara nga era e fortë. Zjarri ka rrezikuar dhe disa banesa në këtë zonë. Ndërhyrja nga toka është bërë e vështirë për shkak të terrenit të thyer, duke detyruar autoritetet të aktivizojnë helikopterët për të vënë në kontroll flakët. Në lidhje me situatën, është prononcuar prefekti i Qarkut të Vlorës, Plator Nestori, i cili ka kërkuar masa më të ashpra ndaj personave që vendosin zjarre dhe shkaktojnë rrezik për jetën dhe pronën. Situata realisht pati një reagim shumë të shpejtë dhe për këtë unë falenderoj dhe pjesëmarrjen dhe qoftë nga Agjencia Kombëtare e Emergjencave, qoftë edhe nga gatishmëria e bashkive tjera. Pra tashmë operon jo vetëm një helikopter, i cili po operon nga ajri, po përveç 4 zjarrfikseve të Vlorës, operojnë gjithsej 9, që kanë ardhur në ndihmë nga Himara, nga Bashkia Himar, nga Pashalimani, nga Fieri, nga Berati dhe nga Elbasani. Po punohet që të ketë sa më pak dëme, sidomos sipërfaqet e ullishteve, për të shpëtuar pikërisht edhe ekonominë e fermerëve këtu. Gjithsesi me këtë rast unë dua të ngre dhe një problem i cili ka të bëjë pikërisht me çështjen e rezervonive, i cili ka të bëjë jo vetëm me aspektet e këtyre që i vënë zjarrin për hir të mushave, por edhe këta që mendojnë se mund të bëjnë djegje të kontrolluara. Jo vetëm që është e antiligjshme, pra kemi të bëjmë me një vepër penale, por që duke mos e pasur në kontroll, dhe jashtë siç ndodhi dhe tani, duket që kemi të bëjmë me një akt i cili është jo vetëm përbën shkelje të rëndë penale, por që sjell dhe dëme shumë të mëdha. Ndërkohë në terren janë angazhuar forcat zjarrfikse, policia dhe ushtria, ndërsa ndërhyrja nga ajri po konsiderohet vendimtare për të shmangur përhapjen e mëtejshme të flakëve. Për situatën ka folur dhe kryebashkiaku i Vlorës, Ermal Drella, i cili ka shpjeguar masat e marra. Zjarri ka filluar në Ushtim, sipas indicave që kemi ne, ka marrë në vorezat e Ushtimës, mund të jetë një gabim njerëzor, me një qiri ndezur ndoshta. Megjithatë është për të vërtetuar pastaj nga instancat përkatëse, megjithatë ka qenë një zjarr masiv, edhe reagimi ka qenë në kohë reale qoftë nga të gjitha strukturat shtetërore, përfshi këtu zjarrfiksen, Ministrinë e Mbrojtjes, FNSH-ja, forcat e policisë së shtetit, të gjithë kanë qenë në terren, prefekti, patjetër këtu me ne të gjithë, dhe një pjesë e mirë pothuajse është vënë në menaxhim, sepse të paktën kemi evituar pjesën e banesave dhe njerëzve, pra që nuk ka pasur probleme me këtë aspekt. Megjithatë ullishtja vazhdon të ketë problematika, siç e shikoni ju, kemi dhe një helikopter që po lufton nga ajri për ta normalizuar situatën. Pra jemi të gjithë këtu. Kemi dhe një indicje tjetër që ka dhe një zjarr në nart, kjo edhe për shkak të temperaturave të larta, megjithatë dhe atje kemi dërguar forcat e zjarrfikses së Vlorës me qëllim që ta vendosim në situatën në kontroll. Deri më tani nuk raportohet për persona të lënduar, por situata mbetet nën monitorim të vazhdueshëm, ndërsa pritet të nisin hetimet për të përcaktuar nëse zjarri është i qëllimshëm apo për shkak të pakujdesisë njerëzore.